Arrestimi i 5 punojësve të burgut të sigurisë së lartë në Peqin dhe bashkëpunëtorit të tyre nga Shkodra zbardh planin e arratisjes së 4 të dënuarve, 3 prej të cilëve të arratisur kohë më parë për disa ditë edhe nga burgu i Drenovës. ABC News ka mundur të mësojë detajet e planit e largimit nga qelia që u shmang fal informacioneve të shërbimit të kontrollit të brendshëm të burgjeve dhe urdhër arresteve të lëshuara nga prokuroria e Elbasanit që po hetonte prej disa muajsh. Sipas burimeve, mësohet se vëllezrit Admir Egen Stafili si dhe Fran Marashi e Gëzim Guri me anë të dokumenteve të falsifikuara po përgatiteshin të merrnin leje të veçanta për të vënë në jetë planin e arratisë. Ky projekt i të burgosurve kishte filluar të vepronte një javë më parë kur Gen Stafili pasi kishte siguruar dokumente të falsifikuara të depozituara nga i arrestuari Jetmir Guzi, kishte arritur të fitonte lejen tetorshe për të dalë nga qelia. Kjo leje sipas prokurorisë është dhënë me arsyen se do të vizitonte bashkëshorten që ishte shumë e sëmur dhe këtë raport e kishte siguruar shkodrani Guzi. Për këtë leje kanë dhënë miratimin sipas prokurorisë 2 përgjegjësit e sektorit të sigurisë dhe ligjeve, Abedin Hitaj dhe Petrit Marnoj. Këta 2 të dyshuar dhe pse kishin ndjeni se dosja së sëmundjes së bashkëshortes së Gen Stafilit ishte e falsifikuar, kanë miratuar lejen për të. Kjo leje sipas organit të akuzës do të përdorej për të krijuar besim tek titullarët e burgut për të përfituar një tjetër leje të cilën do ta shfrytëzonin për të mos u kthyer më në qeli. Prokurorët thanë se 3 punojësit e policisë së burgut, Avni Bitça, Gëzim Behluli dhe Bilbil Ymeri, akuzohen për shpërdorim të detyrës, pasi çdo ditë përveç se takoheshin brenda institucionit me të dënuarit, ata edhe flisnin gjatë në telefon, edhe kur nuk ishin në shërbim. Vëllezrit Admir Egen Stafili i bënin telefonatat me celularet që mbanin në qeli dhe gjatë kontrollit i janë gjetur nga 2 aparate telefonike secilit. Pjesë e planit të arratisë sipas prokurorisë kanë qenë edhe të dënuarit e tjerë, Fran Marashi e Gëzim Guri, të cilët gjatë komunikimit mes tyre programonin mënyrat e lënies së burgut të sigurisë së lartë të Peqinit. Të njëjtët persona një vit më parë thyen edhe sigurinë e burgut të Drenovës, duke u arratisur për disa ditë nga institucioni i vuajtjes së dënimit.